Në një seancë të tensionuar parlamentare, majoranca dhe opozita u përfshin sërish në debate të forta politike. Çështja që ndezi përplasjen ishte ajo e zgjedhjes së avokatit të popullit, një detyrim i paplotësuar prej vitesh në kuvent. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi Partinë Socialiste se refuzon kandidaturën e Besim Drejgjonit, një ish i burgosur politik dhe i persekutuar i diktaturës për shkak të së shkuarës së tij. Ju ose kreu juaj Ramaduro, siç po e quajnë tani më të gjitha kontinentet, nuk pranon kandidaturën që paraqet opozita, ndonëse ai plotëson çdo kriter, e cila për ju nuk pranohet vetëm se ka vitet e persekutimit dhe burgosjes politike. Përgjegjësia ndaj këtyre akuzave erdhi nga ministri për marrëdhëniet me parlamentin Taulant Balla dhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Niko Peleshi, të cilët mohuan akuzat dhe kërkuan nga opozita të kontribuojnë realisht në procesin e përzgjedhjes, në vend që të politizojnë çështjen. Në rast se ju keni dëshirë të kthehemi në një marrëveshje si në 17 maj 2017, patjetër nuk ka ndonjë problem, duhet diskutuar. Kështu që ju nuk mund të vini të thoni o ky o Ram e vdishëm, por zoti Peleshi në mënyrë të përsëritur përpara zotit Peleshi edhe zotit Çuçi, përpara zotit Çuçi edhe unë si kryetar grupi, ju kemi thënë që hajde të ndërtojmë një proces. Besoj ka ngelur vetëm një seancë dhe duket më e mundshme ta rimarrim shtator. Gjithsesi, ne s'kemi ndonjë kundërshtim që të vazhdojmë procesin e përmbylljes së zgjedhjes avokatit popullit. Në seancë nuk munguan as debatet mes Gazmend të Bardhit dhe Elisa Spiropalit për shtyrjen e raportimeve të institucioneve të pavarura në kuvent. Bardhi akuzoi kryetarin e kuventit për pengim të transparencës, ndërsa Spiropali theksoi se agjendja e kuventit po ndiqet në përputhje me rregulloren. Nuk ka asnjë rregull të tillë as në kushtetut, as në rregullore, përkundër vendimi juaj është shkelje flagrante e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, sepse heq kuvendit një nga funksionet kushtetuese, është në shkelje flagrante të afateve që përcakton rregulloria e kuvendit. Faleminderit. E kuptoj shqetësimin zoti Bardhi, po besoj detyrën tonë do ta bëjmë si për dëgjesat e institucioneve të pavarura dhe krerëve të tyre në komisione, ashtu edhe në seancë plenare. Nuk mund ta them a mund të bëhen brenda këtij sesioni. Debati kulmoi sërish me akuzat e Berishës, i cili përsëriti pretendimet se zgjedhjet e 11 majit u manipuluan në bashkëpunim me grupet kriminale, duke quajtur këtë një skenar të majorancës për të mbajtur pushtetin. Kreu i Partisë Krimit mori epitetin më në fund më të merituar si Ramaduro i Europës. Ministri Balla, duke ironizuar qëndrimet e opozitës, paralajmëroi se në muajin shtator do të ngrihet komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore, i cili do të shërbejë për të adresuar çdo pretendim të ngritur. Ua kemi thënë edhe në këtë foltore para zgjedhjeve të 11 majit se ju do të vini përsëri me të njëjtin refren, se zgjedhjet u vodhën. Po harxhohen para nga buxheti i shtetit, deri tani 200 milion lekë kusur, edhe pse duhet ta them që kjo është diçka e mirë dhe le të shërbejë si një augur pozitiv që në shtator, kur të ngrem komisionin e ri të posaçëm të reformës zgjedhore, ti depolitizojmë komisionin. Por, edhe kjo deklaratur kundërshtua nga Berisha, i cili theksoi se opozita do të vijojë me denuncimet publike për zgjedhjet dhe për përfshirjen e majorancës në bashkëpunim me krimin e organizuar. Personi që foli këtu është i personi i akuzuar për trafiqe të gjitha llojeve, filluar trafiqet e prostitucionit, përfunduar tek droga, është njëri i akuzuar me dokumenta zyrtare në sallë gjyqi se ka porositur vrasje. Në një seancë ku tonet ishin të larta dhe gjua politike ashpër, kuvendi dëshmoi edhe një herë tensionin e lartë mes dy krave politik në prag të mbylljes së kësaj legjislature.